drita. Pas ndërgjegjësimit të shqiptarëve, pas denoncimeve zyrtare dhe mediatike të narkoshtetit shqiptar si rrezik madhor për sigurinë e rajonit, Europës dhe më gjerë, pas paralajmërimeve të përsëritura të administratës së Shteteve të Bashkuara për problematika të mëdha të karteleve të drogës dhe lidhjeve të tyre karteleve, Edi Rama ktheu dje përgjigje. Vendet të cilat na përmendin drogën të shohin veten e tyre se kanë më shumë se ne. Kjo është tipike përgjigja e një padrinoje. Kjo është tipike përgjigja, reagimi i një njeriu në rreth të kuq, i cili pasi ka humbur çdo shpresë se mund të dalë nga rrethi i kuq, fajson të tjerët për çka është autor dhe përgjegjës kryesor. Është e vërtet se droga dhe trafiku i drogës është një fenomen botëror. Është një fenomen rajonal, europian dhe botëror. Por është e vërtet se në hartën e drogës në Europë nxin më shumë se çdo vend tjetër narkoshteti i Edi Ramës dhe vetë Edi Rama. Është e vërtet se droga është një problem për të gjitha vendet. Por është e vërtet nga ana tjetër se droga apo se vendet të tjera kanë Shqipërinë si furnizues kryesor të kanabisit, është e vërtet se vendet tjera kanë problem drogën, por është po kaq e vërtet se furnizuesit më kryesor të kokainës në Europë janë klanet e drogës të lidhura direkt me Edi Ramën. Janë klanet shqiptare të drogës, transportuesit kryesor. Është e vërtet se droga përbën një problem për rendin e sigurinë, por e vërteta është se sot ka vetëm një vend në Europë në të cilin ministri i brendshëm dhe superministri
tjetë gjetur i implikuar si trafikant dhe të ketë lëshuar antimafia italiane mandat ndërkombëtar arresti për Sajmir Tahirin e Edi Rams. Është e vërtet se si në asnjë vend tjetër të Europës, vllau i kryeministrit është byrazer me trafikantët dhe është gjetur në 10 raste komunikimi dhe bashkëpunimi me ta. Është e vërtet se në Shqipëri si në asnjë vend tjetër kanabizimi u bë politikë zyrtare dhe që nga i viti zi për drogën, Shqipëria renditet e para për eksport në kanabisit në Europë. Është e vërtet se si në asnjë zyrë tjetër kryeministri, Edi Rama pret boste Sinaloas, e kartelit Çele dhe kartelit Troplini dhe karteleve të tjera. Si asnjë kryeministër tjetër, narko-kryeministri shqiptar, emron koordinatorin për klanet e drogës Ergys Agasin. Është e vërtet që vendet tjera kanë problem me drogën, por nuk ka asnjë vend në Europë, absolutisht, asnjë, në të cilin eurot e trafiqeve të drogës të futura me kontejner, autobuza, mikrobuza në vend, të zhvlerësojnë euron dhe dollarin me 35% dhe të japi një goditje fatale ekonomisë shqiptare. Kjo nuk ka ndodhur dhe nuk ndodh në asnjë vend tjetër. Në çdo vend tjetër përveç Shqipërisë, euro, jo që s'ka njohur zhvlerësim, por ka njohur gjithnjë një vlerësim të ngadalt, por në rritje.